Poetja dhe shkrimtarja Mimoza Ahmeti bëri një kërkesë të pazakont gjatë qëndrimit në ferma VIP, duke ju drejtuar drejt për drejt kryeministrit Edi Rama. Nën presionin e një sfide për të mbledhur lepujt në fermë, ajo përdori humorin dhe ironin për të kërkuar ndihmë teknologjike. Ahmeti sugjeroi me shaka që të viheshin në punë satelitët Albania 1 dhe Albania 2 për të gjetur kafshët e humbura, duke thënë se mund të lokalizoheshin nga hapësira. Komentet e saj shkaktuan të qeshura mes konkurrentëve, ndërsa ajo vazhdoi të insistonte me tone lozonjare. Mëtej, ajo e qoi batutën edhe më larg, duke përmendur platformën e-Albania si një mjet për të pajisur lepujt me certifikata identiteti. Sipas saj, kjo do ta ndihmonte të identifikonte më lehtë, pasi po I kërkonte me identitet të panjohur. Biseda me konkurrentët u zhvillua në një atmosferë plot humor, ku Ahmeti ndërthurte situatën e vështirë të sfidës me komente ironike për teknologjinë dhe administratën, duke krijuar një moment argëtues për publikun.